Vllaznia në futbollin e vajzave vijon përgatitjet për pjesëmarrje në Ligën e Kampionëve. Kampionat e Shqipërisë zhvilluan një ndeshje miqësore në stadiumin Loro Boriçi, ku përballen me Apollonin. Takimi u mbyll me fitoren 3-2 të skuadrës fjerake në një sfidë që i shërbeu stafi teknik për të vlerësuar gjendjen e ekipit dhe për të evidentuar aspektet që kërkojnë përmirësim para sfidave europiane. Në përfundim të ndeshjes, trajneri Nikolin Leka nuk e fsheu pak netësim për paraqitjen e skuadrës, duke theksuar se ekipi duhet të rrisë nivelin e lojës dhe përqendrimin për të qenë gati për ndeshjet në Ligën e Kampionëve. Thëmë drejtën, nuk kemi kënaqur megjithëse na vijmë pas një faze përgatitore, Bajraki Tiranë, vajzat nuk kanë liruar la nga kamp, por ishte thjesht një ndeshje që ta shifshin vetin, ta kontrolloshin vetin ku jena. Thëmë drejtën, më mirë kemi edhe 10 ditë kohë, dhe që në ndeshjen e parë kemi shumë për të rikuperuar, për të riparu dhe do t'i shohim gjanat ditë për ditë duke riparuar veprimet, por vajzat ditë për ditë janë duke të lirohen nga kam dhe normalisht do dalim aty ku dëshirojmë. Fizikisht nuk janë keq, pra ta përballuen në 90 minutë, pavarësisht se nuk dolin në atë lojën ku doshim ne ose nuk ishin aq agresiv në momentit kur do të më kanë agresiv. Stafi teknik pritet të shfrytëzojë ditët në vijim për të korrigjuar mangësitë e evidentuar në këtë test miqësor, ndërsa vllaznia synon të bëjë një paraqitje sa më konkurruese në arenën europiane, duke përfaqësuar denjësisht futbollin shqiptar.